Ku e takova aty, nusën i thash djallit, qikës i thash, në fakt që ke qiko ka e mirë për djallë temin. Nese ku e djalli u takue, i që kalzova, djalli e takoje. Masa ndajna ku po 3 muj, tha mam, po tu mu feju, thash unë, në unë shka, kjo ka shpejt kështu. Nuk është që ja kom prit mirë, adhe titullin gjyshe, se mu do ke vetja halore, pëse po dojnë më bu këta vjerë herë, le të presin, që kanë kështu. Ku ata u fejun, bashkjetun për 4 vite. E në vitin e kalum, në agustës e kisha dasmën. E kom përjetu dasmën i jashtë zakonisht shumë. Në kur se kisha mendu që kom e përjetu qaqë shumë. Unë e 3 ditë që jem lodhë. E kesh ju pra, pa funda? Maksimumin. Në vjen mirë. E tash ja u thonë fëmijëve, hajde, gjyshe po du mu bo. Nuk e ditë pse po më pëlqen tash fakti mu konë gjyshe. Shumë që di. Adin është një sen që vjerë nuk është që e kumë pranu e tash gjyshe ma e vjetër je. Por nuk e di pse, pithom hajde tash ma shpejt bëm një gjyshe, a mo mëz me nënës ju një ja u rriti të najerë, se unë du me dalë me shëtit për veti. Sa ta merë këtë titull edhe shek, kështu thonë për duke gjitha gjyshet, e më pas dojnë me najtë veç ofër fëmive. Zënja Behi, shumë knajtësi që të po ata këto, faleminderit shumë që erdhe. Në këta minuta prekëm veç pak prej gjithë përjetimeve të jetës tënde, por të faleminderit shumë. Shumë faleminderit, gjithashtu respekt për juve, për stafin e juve, shumë faleminderit. Shumë suksese.